Remzi Cunaj ishte 78 vjeç kur humbi jetën në mënyrën tragjike nga një aksident në fshatin Luzatët e Pelenës. Ishte data 31 mars 2016. Kur i moshuari po kthehej në shtëpinë e tij dhe papritur, një makinë tip Benz që drejtohej nga Adolf Nuhollari e përplas duke i marrë jetën. Nga ekspertiza, u mësua se drejtuesi i mjetit për të shmangur aksidentin me makinën që kishte përballë ka dalë nga rruga dhe ka përplasur Remziun, dhe viktima nga goditja është hedhur në makinë ku ka thyer nga forca dhe xhamin e përparëm të Benzit. Ditën e varrimit në familjen e viktimës ka shkuar babai i Adolfit duke kërkuar falje dhe ka pranuar fajin e të birit. Në të shtatat e viktimës, Mireli, babai i djalit që kreu aksidentin, shkon sërish në banesën e viktimës duke i kërkuar bashkëshortes që ta falte të birin dhe ta nxirrnin nga burgu, pasi ai kishte humbur më përpara një djalë nga ky jetë në Itali dhe nuk donte që dhe djalin tjetër ta kishte të burgosur. Zonja Hëna nuk e ka pranuar faljen, por fillimisht i ka kërkuar dëm shpërblim, por ata nuk kanë pranuar pasi nuk kanë patur para dhe u la që drejtësinë ta vendoste gjykata. Pas 3 muajve, 23 vjeçari lihet i lirë nga burgu, pasi gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër e kishte shpallur të pafajshëm dhe familja e të moshuarit nuk ishte njoftuar. Prokuroria e ka apeluar, duke e rikthyer dhe një herë çështjen dhe duke kërkuar të ribojë sërish ekspertiza. Gjatë kësaj kohe, avokati i palës tjetër takon familjarët e viktimës dhe u kërkon të gjejnë një gjuhë të përbashkët. Ai u thot se djali e pranon gabimin dhe e di që është fajtor, por kërkon të dënohet me kusht. Më në fund, familja e të moshuarit vendos ta falin dhe të pranojnë këto kushte, por të akuzuarit që ishin fillimisht e shfrytëzojnë këtë rast dhe pas 2 ditëve kërkuan pafajësinë totale dhe jo dënimin me kusht. Sot, çështja ndodhet në gjykatën e apelit dhe vajza e viktimës Etleva, që ndodhet në studion ton, kërkon drejtësi, pasi dhe kur vendosi ta falë autorin që i mori jetën e babait, ai e hëngri në besë.